Nëpërmjet postimit të fundit në Instagram, këngëtarja Dafina Zeqirina ka treguar se është fanse e Dua Lipës. Ajo ka qenë e pranishme në koncertin që Dua ka mbajtur në New York. Pothuajse gjithë koncertin, Zeqiri e ka regjistruar në Snapchat, ku nuk unkuron të shpreh edhe vlerësimin maksimal për Duan. Kjo foto shpreh më së miri suksesin shqiptar në mes të New Yorkut. Një antare jurie dhe një konkurrente e Your Face Sounds Familiar, teksa argëtohen bashk. Çfarë ju bën të mendoni? Zakonisht marrëdhëniet juri konkurrent nuk janë dhe aq miqësore, vetëm në momentet kur ky fundit mundohet ta konkurojë atë. Këtë po bën vallë edhe Rozana? Edhe pse koha sot është me shi, për Miriam Canin dita ka nisur me diell, teksa mban princeshën e saj të vogël në duar. Tashmë Miriami ka një arsye më shumë që të mbush ditët e saj me buzëqeshje. A ka mëngjese më të ëmbla se ky? Skifterët janë mësuar të vjedhin, por Bes Kallaku duket se e ka tepruar. Në këtë foto të postuar në Snapchat, Gjensila i është referuar të dashurit të saj si skifteri që i vodhi zemrën. Nuk e dim nëse duhet të mallëngjehemi, apo thjesht ta denoncojmë Besin. Linda Alimi është gati për të nxjerrë një këngë të re. Artistja bukuroshe ka postuar një video ku po këndon në mënyrë shumë sensuale, vargjet e asaj që duket një këngë R&B. A jeni gati që kjo këngë të dalë? Këtë pyetje bëri Linda. Si thoni ju?